për të bërë sot tik-tik. Do ta kombinojmë. Gatimet do t'jenë jo të veçanta, bashkë do serviren në një pjatë, por mishin do ta trajtojmë veç, nuk do t'i zejmë bashkë me orizin e me këto përbërësit e tjerë, por do t'ket një shije si asnjëherë tjetër. Ju garantoj për këtë se unë gjithçka që sjell këtu e kam provuar një herë vetë. Tani, në këtë tigan, unë do të hedh një lugë gjallë dhe vaj të përzierë. Pema, do hedhim një gjalpin. Gjalpin e kemi erzeni, si që shikoni. Me ka prur erzeni pakot e freskëta. Gjithmonë dhe mua në fakt kështu më pëlqejnë. Tjetër gjë që kur s'kam patur erzeni, për arsye të etiketa gjalp, më duke sikur kisha shpenzuar shumë, dhe merja në sasi më të madhe. Por kështu e administron akoma dhe më mirë. Po, janë paketimet praktike. Po, ja një lugë gjalp, dhe në këtë pjatë, ka këtë letrën e vetë, se në shtëpia i kemi ato kutijat e vogla, po këtu mua më pëlqen kështu ta di sa kam shpenzuar dhe sa do shpenzoj. Ja gjalpin, të kemi ndezur, po. E pura 7.5. Po. Do të hedh fillimisht një lugë vaj. Pastaj, do të shtoj përsëris edhe një lugë më duhet këtu, shumë pak këtu, se kjo s'ka nevojë fare, ja kaq. Edhe me furç e rregullon Katerina, që t'i kem gati. Mishin e kam pastruar dhe ju kam thënë, kam filluar të bëja të traditën time, që kemi harruar të nxjerrim një pul tik-tik këtu. Sjellun tani? Po, direkt. Shpejt një pul të plot. Që të tregoj si bëj unë. E kam treguar, po. Më duhesh kjo receta të ishe vetëm me të trashat e kofshës, që jemi ke pjesa e kofshës. Kofshën do bëj supë, do bëj përsëri supë, megjithëse edhe kam plot, po kur nuk blej dy pula, i marr 4. Edhe një kam nga ato basketat e vogla, këtu kam 5, për 5 veta. Në njëri që është mbi 5, mund të hajde 2. Dhe sa të shkrihet këtu gjalpi dhe vaj, do ta kaudis pak për e zem 4 minuta. Pastaj do ta transferoj nga tigani në këtë tepsi dhe kur ta vendos në tepsi, të gjithë këto përbërësit që janë këtu, që kemi 2 lugë ketchup, kemi lugë mustard, kemi një lugë mjalt, kemi pak fare rigon, një lugë kafe të vogël, kemi dhe piper të kuq, dhe 3 lugë, unë do hedh 2, vaj të përzier. Do t'i trazoj dhe me furçe do t'i qëndisi Katerina këtu, që unë të merrem pasaj me atë orizin që është i kombinuar me karrot, me qep, me kërpudha, të pemës, me hudhër, me ç'të të them. Do hedh këtu dhe pak rozmarin që të aromatizoj. Pra mendo se aroma do të ketë në njerë këte nga kombinimi këtyre salcave, po themi, po, dhe erëzave. Po e vë kështu sa të kapet një çik lëkura. Pastaj sa erë të mirë jep rozmarina. Freskët, po. Një kombinim perfekt me vajin e ullirit dhe me gjalpin. Të dy këto kombinime kemi thënë që nuk e ndezim këtu tani në maksimum. Shumë pak krip, se do vazhdojmë përsëri do hedhim krip këtu. Dhe shumë pak piper. Në çdo kombinim që do bëjmë, do hedhim përsëri edhe piper edhe krip. Pak thej. Sa të kapet mishi, që temperaturën, furrën e kam ndezur në temperaturën 180-190 gradë, në palini dhe 190. Po, konkuron kjo pulla ty. Konkuron, e? Dhe trupi dhe me kostume. Po t'ishe qik më shnon, do të kam konkuron mua. Po me që është elegant. është zog. Ku e gjeni? I përdit se mos e harroni. Jo, mua më pëlqen shumë, se s'pëlqen të ja? Jo, është gjetje. Regjia ka bërë gjetje me atë pulën.
aroma këtu është e përsosur, furën prapë 180-190 gradë, kur të vendosim mishin, me qëllim që mos të na digjet pjesa e sipërme, marinimit, 180 lërin ju, do ta lëm për 35-40 minuta. Do me thënë, kur ne kemi mbaruar orizin me përbërësit e tjerë, përveç se mbarimit në tigan, është edhe e pjesa si ke bollguri që të vëm picet, do ta lëm të mbuluar, që mos na bëhet i të zbutur. Ja këtu edhe pak, ndërkohë bëj gati unë në një tas. Do formojmë salcën, apo jo? Në rregull. Që mos thonë gjithë këto arzuale, gjithë këto përbërës kanë nxjerr vjollca përpara. Janë të gjitha që i kemi në dollap. Këtu. Ta ul këtë? Po, ule. Po, e lë 65 edhe ta kontrolloj. Ja, 2 lugë vaj tani. Dy lugë gjelle, mund ta kthesh edhe një herë tjetër andaj. 2 lugë gjelle mustard. Më fal, 2 lugë gjelle ketchup. Ketchup ishte, 1 lugë gjelle mustard. 1 lugë gjelle mjalt. Piper të kuq, 1 lugë çaj edhe 1 lugë kafe rigon. Krip kemi hedhur pak, mund të hedhim sa na kapin këto 2 gishtat. Kaq. I trazojmë të gjithë të përbërës. apo na duhet me lugë? Na duhet. Duhet i japin shije shumë të mirë pjesëve të pulës të gjithë këta përbërës, të cilët do të shtrohen mirë sipërfaqe dhe pastaj në furrë, tamë. Ja tani. Kjo është pjesa jote. I heqim edhe këto. Pra, deri tani nuk ishte ndonjë filozofi e madhe. Hajtë se mos bësh pjesë ti, hequn. Se unë kam përparsen. Ja. Pra tham pula e freskët shqiptare tik-tik është kryefjalë e recetës së sotme, ashtu siç her pas here ne sjellim në këtë program receta me pulën tik-tik, 100% natyrale, shqiptare, me freskitë pa diskutueshme dhe cilësitë pa diskutueshme, pasi përkujdesja është maksimale, duke respektuar çdo protokoll dhe çdo rregullore. Dhe duke ushtruar sigurisht çdo kontroll, qoftë personal ashtu edhe zyrtar. Tik-tik e gjeni kështu të plot pulën, zog pule apo zog fshati, siç edhe ne kemi ndërkohë të ilustruar në tryezë, dhe ndani ju në pjesë, pishni të gjithën, si të doni ju, mund të bëni receta pafund nga tradicionalet e deri te ato modernet që mund të gjeni edhe në YouTube edhe tek programi ynë ka plot kombinime. Por i gjeni edhe në basketat e ku janë ndarë kofshat, filetoja të brëndshme të gjitha me radhë. I keni super të mira. Them që yndyra këtu është mjaftueshme me ula temperaturën, do të hedhim në fillim karrotat. Prerjen e karrotave mund ta bëni sipas preferencës tuaj, dikush mund ta bëjë në gjysmë radh, dikush në radh nëse karrota është e vogël, pra 2 karrota të vogla kam unë këtu, i zgjedh vogla që me qëllim të gatuhet edhe shpejt. Dhe sa të ka urdis pak karotën, luga, po, do të bëj gati qepën. Qepa nuk do të jetë e grirë holl, fare, po do të jetë e prerë në katërsh e pastaj në fije. Ja një qepa e bollshme. E presim në katërsh. Ja proj këto këte. Dhe tani e presim në fije të holla kështu. Horizontalisht. Janë kështu apo duhet pak më shumë? Po ti ke qëndisur më çup, sa lezet të ka ajo dorë. A? A duhet shtoj më shumë thua? Shikoje pak. Lyj dhe një tjetër. Sipër edhe pak. Edhe pak, po jo me tepricë. Se shohim ne, po që i vëm prapit qik më vonë. Okej.
Pra, qepa do t'jetë në këtë formë. Janë mirë tani ti vë në furrë? Shumë mirë. Okej. Ta shoh çik temperaturën. Po, mirë është. Hedhim dhe qepën dhe i kaurdisim së bashku derisa qepa të zbutet. Hedhim pak fare krip. Ja, shife. Dhe i vendosim kapakun duke kontrolluar. Ndërkohë në bëj gati orizin, një gotë oriz me 2 gotash 200 ml dhe me 2 gota lëng pule që është 400 ml. Lëngun e pulës e kisha në ngrirje, por në mungesë ju shumë bukur mund të hidhni dhe një magi. Për 400 ml, vetëm një kub magi. Në rregull, jemi duke përgatitur atë plotësuesin e pjatës, sepse sigurisht do ta shoqërojmë pulën tik-tik dhe në këtë rast zonja Vjollca ka zgjedhur përbërës kryesor orizin, të kombinuar me shumë përbërës të tjerë, mes të cilëve edhe një nga produktet që ne do të ndalemi përsëri këtë herë me shumë dëshirë. Ja ku keni dhe magit, zonja Vjollca ta sjell një mag jon tani atëherë. Po, patjetër se da. Po, marr një pule. Ky është Ti nëse do një shije akoma dhe më të fortë, edhe mund t'ja vësh. është hapur. Orizin do ta shplani mirë gjithmonë. Derisa uji të na dali i kthjellët. Në rregull. Do të shohim pak dhe recetën me shkrim. Po. Atëherë përbërësit, ja ta lë këtu magin. Përbërësit që do të na duhen, po e lëve këtë këtej. Për këtë recet, mbani shënime nëse doni ta provoni kështu. Ne keni receta më e shijshme e pulës me oriz dhe perime. Bëni gati 1 kilogram kofsha pule, vaj, 1 lugë gjelle gjallë, erzeni, krip piper të zi, rozmarin të freskët. Më pas vazhdoj me salcën, salca e marinimit të mishit. 3 lugë gjelle vaj pema, 2 lugë gjelle ketchup, 1 lugë çaj piper të kuq, 1 lugë kafe rigon, 1 lugë gjelle mjalt, 1 lugë gjelle mostard. Vazhdoj me atë çfarë po përgatisim tani, pilafi. 2 lugë gjelle vaj, 2 karrota të vogla, 1 qep, 1 speci kuq, 1 thelpi hudhër tjetë e madhe, 1 filxhan çaj kërpudha, krip, piper të zi, 1 lugë çaj kurkuma ose shafran indie, 1 gotë oriz dhe 2 gota lëng pule që ne pra do të përdorim kubin magi. Tani unë po i hedh specin, po i hedh edhe magin. Dhe po i hedh 1 thelpi hudhër, po jo të vogël, të madhe të grirë në rende. S'keni ngrënë asnjëherë pilaf të kësaj natyre. Ky s'është pilaf, ky është perime me oriz. Po. Pastëruar. Kur shpërbëhet në yndyrë, të gjitha aromat nxjerrin edhe përveç së shijes, e theksojnë aromën më mirë. Prandaj hedhim në hudhrën për të aromatizuar. Ja. Gjithmonë kur bëhet kështu në rende ka shumë aromë të fortë. Shumë e mirë. Aroma që i dele mirë që është me havan. Ajo, po. Pastaj fillojnë këto tjerat. Perfekt. Për i se s'kemi mbaruar këtu. Pas pak besoj do na duhen edhe kërpudhat. Po, ja tani Kështu që kërpudha. unë po i kujtoj teleshikuesve që kërpudhat mund të gjeni super të mira nga pema. Pema me këto kavanozët na ka kënaqur. Është hera e dytë që po i provojmë. Po,
Dhe përveç se kemi provuar, ju garantojmë për shijen dhe për cilësinë më tepër. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e dukshme besoj edhe nga ekrani se sa të mirat, freskëta, të pastra janë këto kërpudha dhe janë shumë të shijshme. Nëse do t'i provoni, do ta besoni edhe ju, po besoj e keni bërë një gjë të tillë. Kështu mund të përdorën edhe për sallata, për çfarë të dëshironi ju. Tani unë, ja, do të marr një filxhan të mbushur plot me kërpudha. Do ta ngjesh këtë filxhanin, se na pëlqejnë shumë këto kërpudhat. Ja. Dhe si që dini ju, pula me kërpudha shkon shumë. Ja. Sa po e bëja kështu në formë zemre. Shizë e rëllë? Kapaku, e shefti kapakun? Son se shoh. Ja, tani do t'a shoh. A doli si në formë zemre? Okej, tani nuk është momenti për të vazhduar me zemrën, duhet të gatuar. Tani është momenti që ne të hedhim pak shafran indie ndryshe në përpaketime e gjeni dhe kurkuma C, me C, jo me K. Ja. Dhe si që shikoni, të gjithë përbërësit që kishim ne në tryez, mbaruan përveç se orizit që e shplam dhe lëngu të pulës. Ja. Pra, më thoni cilin nga këto përbërës ne nuk e kemi në shtëpi. Të gjitha. Për ato që gatuajnë, të gjithë, me erza e me të gjitha, mund të gjenin qik, unë për shembull personalisht, jo në çdo moment e kam atë rozmarinën e freskët. Por, gjithmonë që do të bëj këtë recet, e marr një qese që ka dek, e mbyll hermetikisht dhe më ron për një kohë të gjatë. Qepar, zbutur, gjitha janë okej këtu. Tani do të hedh orizin. Dhe sa ta rrotulloj 2-3 herë, që kokra e orizit të më vishet me yndyrë, pra se nuk e tja e thamë që në aty yndyrë që unë skuqa pulën, aty vazhdova. Dhe i bukur po të shifet, ha? Shumë e mirë, se ka një aromë super të mirë. Për shijen, nëse ju respektoni masat, orizi do dali kokër, do dali i shkëlqyer. Duket që do t'jetë vërtet e shijshme. E rris temperaturën tani, këtë e kam të nxehtë. Ja dhe pak. Dhe do ta lëj që të zjej për 15 minuta. Kohë për të cilën 14 deri në 16 e ka orizi, unë e kam prerë për gjysmë 15. Hedh këtu dhe 2 gota ujë që janë baras me 400 ml. Mund t'i shtoj vetëm pak fare piper të zi që ja kam shtuar njerë, po se cili këtë pjesën e piperit e ka preferencë. Në fund, mund t'ja edhi dhe në pjatë. Ja, tani me njerë do të vendos kapakun. E kam temperaturë maksimale tek 9, sa të filloj vlimi mirë. Ja. Do ta ull tek 7, që të zjej orizi avash avash. Ja. Kapakun dhe mbas 15 minutave, besoj se do jemi live, unë do të heq kapakun dhe do të vendos një picet. Mbi picet kapakun, si që veproj ke bollguri, bëj dhe çfarë lloj pilaf tjetë, unë këtë rrugë ndjetë, do ta ull temperaturën dhe ta lash shu që ai të bëhet në temperaturën e vet me qëllim që mos më plasi kokra. Se në shpitime po plasi kokra e orizit nuk e hakush. Pa e vetë më thonë mua. Shishi, te ka njozët. Po, janë me shumë pretendime. Kaq. Shumë mirë. Një recet e mrekullueshme, këtë ju a garantoj fal aromave që morëm deri më tani, duke nisur që nga rozmarina, e më pas hudhra, gjalpi që bën një punë të shkëlqyer tek aromatizimi i recetave dhe shumë përbërës të cilët patjetër luajnë rolin e tyre. Do të shohim edhe një herë recetën me shkrim dhe rendisim. Pra përbërësit që ju duhet bëni gati për këtë recetë me pulën tik-tik janë 1 kilogram kofsha pule, vaj dhe 1 lugë gjelle gjalp,
vazhdoj me krip piper të zi, rozmarin të freskët. Më pas salca për marinimin e mishit për ta vendosur në furr, 3 lugë gjelle vaj, 2 lugë gjelle ketchup, kemi 1 lugë çaj piper të kuq, 1 lugë kafe rigon, 1 lugë gjelle mjalt dhe 1 lugë gjelle mustard. Ndërkohë, pilafi u përgatit me 2 lugë gjelle vaj, 2 karrota të vogla, 1 qep, 1 spec të kuq, 1 thelpi hudhër që duhet jetë e madhe, 1 filxhan çaj kërpudha, krip piper të zi, 1 lugë çaj kurkuma ose shafran e ndije, 1 gotë oriz dhe 2 gota lëng pule që i realizua me Maggi. Nëse nuk keni pra lëngun e pulës, gjithmonë e zëvendësojmë dhe na jep shijet mrekullueshme me kubat Maggi. Tani unë mora 2 produkte, këtu siç e pat, të cilat do t'ju ja tregoj më mirë dhe më gjatë përdorimin e tyre gjatë pjesës tjetër. Janë Nutribullet nga Interesante Albania. Janë blender portativ, blender që ti i merr me vete, vendos përbërësit këtu brenda dhe mund t'i grish në moment, mund t'i grish pak më vonë. Jo, pse t'i grish në moment oksidohet. Po pra si të doni ju? Pret copa frutat dhe në momentin që ti do ta konsumosh, i hedh pak fare limon, se ndihmon që të mos oksidohet dhe e ke lëngun freskët. Po, është shumë praktike. Edhe gjithmonë, sidomos ata që kujdesen shumë për pjesën e dietës ushqimore, që merren në ndonjë sport, kanë në recetat e tyre ditore, në regjimin e tyre ditor ndjes edhe smoothie-t. Kështu që një smoothie i marr kështu me vete është super praktik. Është shumë e lehtë si pajisje, është shumë e bukur në dizajn dhe se si përdoret do ta shohim pas pak. Gjithashtu dhe çmimin ofertë, të cilin mund ta gjeni tani tek Interesante Albania. Çmimin po ju a them, se ndoshta doni që telefononi me njëherë në 069 944 24 25. Faqja e Instagramit është gjithashtu një mënyrë tjetër porositjeje. Nga 6500 është 5000 aktualisht kjo pajisje. Kështu që porosisni tani nëse doni ta merrni këtë blender portativ, që nuk është vetëm për ata që merren për sport, unë mendoj zakonisht edhe për fëmijët, duke marrë parasysh që për shembull kosin zakonisht fëmijët e mi i madhi veçanërisht i do me fruta. Po mirë marr kështu kur duat lëviz, marr kotën e rrezeni, marr frutat edhe i vendos të gjitha këtu, grije kur t'jet momenti për ta konsumuar. Ja ka që lehtë. E bën gati, hedh edhe kosin aty dhe frutat aty dhe e bën gati. Ose nuk e bëj gati, që ta kem direkt të bërë në moment, e marr në çantë, një gotë kos të vogël rrezeni, marr frutat që djali do, zakonisht bananën me në një boronicë e shoqëroj me kos. Edhe kosin dhe frutat edhe i grinë në momentin e fundit? Po pra, në momentin e fundit do t'i vendos. Po mos e marr kapakun, i hedh e ja, po mund t'jem për durrës. Kuptova. Nuk do e pim tani, nuk do e ham tani smoothie. E marrim me vete. Edhe kur bëjmë atë xhiro në plazh, konsumojmë gjëra që i bëjmë vetë nga shtëpia. Pas pak do t'ju tregoj dhe se si përdoret. Ndërkohë, receta tjetër që zonja Vjollca do të sjell është një sallat me panxhar. Gjitha i ka pula me orizin, me të gjithë përbërësit. Përveç një sallatë që të presim çfarë do konsumojmë, është okay. Sallata është shumë e shijshme, është vetëm aromatizuar me erëza të freskëta dhe sigurisht edhe një dorë me frutë, jo një dorë, po 100 gram arra. Dhe një drek e mrekullueshme. Këtë tani ta vendos në frigorifer. Ta vendos prapë në ngrirje. Shpejt, tik, pritini këto. Kofshat, tak, i keni gati. Pastaj bëni kotoleta me mishin e bardhë dhe me pjesë të tyre të projnë lëngun e supës të freskët.